Zotërinj deputet, nderuar qytetarë shqiptarë që na ndiqni, Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar nga viti 1991 deri në vitin 2025 9 rezoluta e 11 deklarata sa i përket gjithçka ka ndodhur në Kosovë nga 91-shi e deri në 2025. Po shikoja me kuriozitet rezolutën e miratuar në vitin 1991. E miratuar me konsensus plot nga deputetët e asaj legislature. Një rezolut shumë kuptim plot për momentin që ka jetuar Kosova. E kështu me radhë, vit pas viti, në vitet e vështira, 97, 98, 99, 2000 e më pas, Kuvendi i Shqipërisë i ka mbajtur të gjitha këto qëndrime. Të gjitha në kohën e duhur, për çështjen e duhur, për situatën që kërkonte dhe për mbështetjen që kërkonte Kosova. Ua kam bërë gati, do të kërkoja që përpara se të hedhim në votim këtë kërkesë tuajën të radhës, ti lexoni. E nuk do të harxoj as një sekond nga koha e vyer e kuvendit për këtë çështje, për cilën ua kemi dhënë përgjigje shpesh, por po kaloj tek diçka që është emergjente, që ndërlidhet padyshim edhe me çështjen për cilën po flasim. Zoja Zotërinj, asgjë që vjen nga Sali Berisha e kur lidhet me Kosovën nuk ka ardhur dhe nuk ka për të ardhur kur ndonjëherë për mirë. Vendimi juaj i Partisë Demokratike i bërë publik dje për të bojkotuar protestën e nesërme mbar kombëtare në mbështetje të UÇK-s dhe komandantëve të saj është thjesht konfirmimi i qëndrimeve dhe i veprimeve kundër interesit Kosovës. Me që thatë se nuk doni të jeni për krah nesh, thatë që nuk doni të jeni për krah kryeministrit. Kryeministri nuk do të jetë nesër në protest. Sigurisht me kushtin që e bëri me kushtin mos e politizojmë. Nuk doni të vini me organizatat e veteranëve të luftës së UÇK-s. Nuk doni të vini me ta, as me ne. Bëni ju një tuaj nesër. Po bëni një në Shqup ose një në një shesh tjetër. E me këtë rast, do ju vinë më shumë, se kjo është një çështje që na bashkon, kjo është një çështje nga ato që ne e quajmë, populli shqiptar i quan një komb, një qëndrim. Dhe historia e ka treguar fare qartë. Rasia mund ndodh një herë, 2 herë, por jo gjithmonë. Qysh në mandatin e parë, ti si president, i parë i vendit aso kohë, me shumë veprime, ju vu ndesh interesit Kosovës. A ishte shkelja e embargos OKB-s kundër furnizimit me naftë Miloševićit në dëm të Kosovës? Po apo jo? Si ka mundësi që në krye të kësaj shkelje të embargos ishte vetë shteti dhe vetë Partia Demokratike? Si ka mundësi që të gjithë dëshmitarët e atij takimi të famshëm Berisha Milošević u përndoqën, u arrestuan dhe u vranë? Si ka mundësi që pas takimit Berisha Milošević në Shqipëri do të vinte kasapi i Ballkanit, Arkan, për të takuar me shefin e shërbimit sekret të shtetit asaj kohe, siç edhe ka dëshmuar në një dëshmi publike komandanti dhe presidenti Thaçi? Po apo jo? Si ka mundësi që prej vitit 1995 presidenti i Kosovës, i ndjeri Ibrahim Rugova,
shmangi çdo komunikime, çdo takim me Sali Berishën deri ditën kur u nda nga jeta. Është e vërtetë apo jo? Si ka mundësi që gjatë qeverisjes tënde, Sali, u ndoqën, u përndoqën, u arrestuan, drejtues të QK-s këtu në Tiranë, dhe si ka mundësi që pati edhe akuza për vrasjen e njerëzve të QK-s në Shqipëri. Si ka mundësi që e mbylle Berishën e parë me i pushtet, me i Shqipëri të rënuar, ndërsa Kosova kishte më shumë nevojë se kurrë në atë moment për Shqipërinë e fortë. Si ka mundësi që Kosova shkonte në Rambuje me përfaqësuesit e vet në pranverën e 99-s, ndërsa shqiptarët e Kosovës ishin nisur detyruar të largoheshin nga shtëpitë e tyre, ndërsa ti sulmoje Rambujen dhe Tiranën me zjarr dhe dhunë. Si ka mundësi që në 17 dhjetor të vitit 2010 ti prisje në godinën e kryeministrisë të besuarin e Vladimir Putinit, kryetarin e Komisionit Jashtëm të Dumës Ruse, Konstantin Kosachev. Ishte Kosachevi, iniciuesi i mocionit për rezolut, prej ku më pas u hartua dhe ai raporti turpshëm i rezolutës 1782 të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës për gjoja hetimin për trajtim njerëzor të personave dhe trafikim të palishëm të organeve njerëzore. Pra, ky proces kundër komandantëve na nisi si hetim për trafikimin e organeve dhe na përfundoi në mbajtjen peng të presidentit Kosovës të paktën për 5 vjet deri tani. Si ka mundësi që vetëm 37 ditë pas takimit në zyrën e tij me këtë Kosachevin e famshëm, u miratua në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës ajo rezolutë e turpshme, mbi bazën e të cilës filloi ky proces i turpshëm kundër komandantëve të QK-s. Si ka mundësi që 4 ditë, vetëm 4 ditë, përpara se të miratoi rezoluta në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, ti dhe urdhër të vriteshin populli opozitar në sheshin dhe në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Vetëm 4 ditë, nuk është kurrë rasti që 4 ditë përpara se t'i bëj dëmi më i madh i historisë së re të kombit shqiptar, ti vrisje popullin opozitar. Dhe si ka mundësi që gjithmonë je përfshirë në sulme personale t'ulta kundër komandantit dhe presidentit Taçi. Si ka mundësi që nuk e ke nxjerrë kurrë nga goja një fjalë për komandantët, të cilën mbahen prej 5 vitesh peng në burgun e Hagës. Kjo ishte një kronologji 30 vjeçare. E për t'ja vënë qershin mbi tort gjithë kronologjie për habin time, për habin e plot miqve të tjerë me të cilët isha në Leskovs para 3 ditësh, tifozët serb kur donin na shanin, na thirrnin Sali Berisha. Dhe ja ka treguar një gazetar që ishte pranë meje, ja tregoi dhe e morim telefon dhe i thot: "Mo doktor, thot, çka kanë këta tifozët serb që thirrin emrin tat?" E thrasin se Saliu është dhëndri mirë i Serbisë, i ka shërbyer mirë Serbisë sa herë ka pasur mundësi. Kam dhe diçka tjetër për ta thënë, jo për ju më, por në vijim të një diskutimi që kemi bërë 27 nëntor. Prandaj, për procedurën që ka marrë fjalën zoti kryetari i Kuvendit, për të mos i vazhduar të shkretët, të vazhdojnë të binden urdhrave të një personi i cili çështjen me Kosovën e ka personale, për shkak edhe të krushqisë që ka me Serbinë, propozoj që kjo kërkesë të votohet në fund pasi të njihen me 9 rezolutat dhe 11 deklaratat e 35 vite me radhë. Shpëtoni veten nga ai dhe shpëtoni shpirtrin për hir të Shqipërisë dhe të atë dashurisë. Faleminderit.